Shqipëria e sotme nuk duhet të pyes vetëm sa kushton. Shqipëria e sotme që synon ligën e kampionëve të mesdheut turistik duhet pyes me patjetër sa vlerë krijohet nga ky investim. Dhe mos e harroni që ka një varfëri shumë më të madhe dhe shumë më të rrezikshme për një vend se sa mungesa e të ardhurave të mjaftueshme. Varfëria e aspirata. Për një vend dhe për këto. Kush është i varfër në aspirata është i dënuar të mbetet shumë më mbrapa se sa mundësit që ai realisht ka, si vend apo si individ. Kush e shesh çdo ide të guximshme si të nxituar. Dhe kush e shesh çdo sukses si të dyshimt, nuk e lufton, po vetëm e ushqen varfërinë. Varfëria nuk luftohet duke mos bërë koncerte, po duke bërë edhe koncerte. Sepse një vend nuk bëhet kur dot i pasur duke menduar vetëm për barkun e jo edhe për shpirtin. Mirëqenia rritet duke krijuar vlerë, duke tërhequr kapital, ide, njerëz dhe mbi të gjitha duke qenë aktor, protagonist, jo spektator pasiv të botës ku jetojmë. Pensionet nuk paguhen nga pesimizmi. Spitalet nuk ndërtohen nga refuzimi i çdo nisme të madhe. Mirëqenia nuk lind nga zvoglimi i ëndrave. Ajo lind nga guximi për të parë më larg, për të synuar më lart dhe për të krijuar më shumë vlerë, duke pasur kurajon gjithmonë për të guxuar më shumë. Dhe tani edhe 2 fjalë për 4 milionë eurot dhe për ata që bëjnë sikur nuk kuptojnë. Dhe ndërkohë që hedhin papushim, helm në vesht e njerëzve, nga pensionistët deri te më të rinjt, duhet të ekspozohen përpara faktit se po, ato 4 milionë euro ishin investim. Po, ishin një investim i bërë minutën e fundit për të shpëtuar investimin shumë më të madh për Shqipërinë, për ekonominë e Tiranës dhe për mira njerëz nga mbi 8 vende të botës që i kishin prerë biletat për të ardhur këtu dhe mbi të gjitha një investim për të mos hapur një plagë të re mosbesimi ndaj një Shqipërie ku i kanë sy të gjithë dhe ku do të mbaj fjalën që i garanton të gjitha aktivitetet ndërkombëtare dhe i garanton qytetarët e huaj që vinë në këtë vend. Por e vërteta e 4 milionshit është edhe më e plot se sa kaq. Është edhe më e plot për te asaj që bëjmë ne, sepse ato 4 milionë euro nuk do kishin dalë nga arka e shtetit, po të mos ishin bërë kërcënimet, shantazhet, fushata e bullizmit dhe histeria e dhunshme e rrjeteve sociale, ku një pakicë njerëzish kujton se mund t'i imponohet me terror gjusor një vendi i tërë, qeverisë, sipërmarrjeve dhe kujdo që nuk mendon si ata që e mishërojnë pakicë. Po si mund lejohet kjo? Si mund lejohet kjo në një vend demokratik? Fut një qeleshe në kokë, apo lidh një farmur në qafë dhe merr peng Shqipërinë në emër të popullit? Ndërkohë që populli dihet shumë mirë se flet me votë, jo me sharje, jo me kërcënime, jo me dhunë dhe shantazh përmes gojës disa zëdhënësve, të cilët në rastin më të mirë janë llapaqorra të paditur dhe në rastin më të keq janë aventurier të kapur.